Gjoni 8, 43 deri tek 45. Përse nuk e kuptoni thënien time? Sepse nuk mund të dëgjoni fjalën time. Ju jeni nga djalli, që është ati juaj dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj. Ai ishte vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtet. Kur thot të rrema, flet nga vetvetja, sepse është gënjeshtar dhe ati i rrenës. Kurse mua, duke qenë se ju them të vërtetën, nuk më besoni. Është një problem në gjithë kulturën e botës. Për të mira edhe për të këqija akuzojnë Zotin. Pse e beri Zoti këtë, pse e lejoj Zoti atë, pse e beri Zoti këtë. Njerëzit harojnë, është dhe një forcë tjetër, që është djalli, që është armik, që është gënjeshtar dhe ati i gënjeshtarëve. Prandaj duhet të themelohemi në të vërtetën, sepse për ndryshe në jetë nuk do dim çfarë po ndodh. Kjo që ndodhi është nga Zoti apo është nga djalli? Bibla thot të mirat vijnë nga Zoti, gjithmonë nga lart. Prandaj duhet të themelohemi, të qëndrojmë, siç thot Jezusi, në fjalën e Perëndisë. Për ndryshe, çfarë bën djalli, ti i thua i ka bërë Zoti. E çfarë bën Zoti, ti mund të thuash i ka bërë djalli. Qofshi të bekuar sot me anë të kësaj fjale të vërtet. Bekime.